Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ka sjell Imam Muslimi në Sahihun e tij nga Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu, i cili tregon se ka shkuar në xhaminë e Profetit sallallahu alaihi wasallam dhe profeti po falte namazin me xhamat, po printe njerëzve në namaz. Edhe ky hyri në namaz, u lidhën pas profetit sallallahu alaihi wasallam bashkë me xhamatin. Duke falur namazin, njëri të shtiu. Edhe ky i tha yarhamuka Allah, i tha me zë, të mëshiroft Allahu. Qale faramani al-qawmu bi absarihim. Tha në këtë moment njerëzit i po faleshin pranë meje, më hodhin shikimet. Ky ishte fillestar në fe. Nuk e dinte që s'bën me fol namaz, qoftë duke bërë një lutje për një tjetër. Edhe kur i hodhën shikimet, mendoi se kishte bën gjë shumë të madhe. Ç'është kjo kështu? Edhe tha wa thukla umma ya ma lahum yanzuruna ilay. Tha mirë për nanën time, se unë u shkatrova. Se do më hum nana, do më thënë, kuptimi që u shkatrova, kam bëjë gjë shumë të madhe. Qale fe gja'lu yadribune bi aydihim ala afkhadhihim. Filluan me i ranë me pëllam, me i ranë kofshave. Gjithashtu duke i dhënë të kuptonte se duhet të heshte dhe të mos fliste. Qale falamma ra'aytuhum yusammitunani sakattu. Kur vura re që kishin për qëllim që të heshta. Masi e mbaroi profeti sallallahu alaihi wasallam namazin da'ani. Qale fa wallahi ma ra'aytu mualliman khayran minhu qablahu wala ba'da. Fa wallahi ma kahrani wala darabani wala shatamani. Dhe masi e mbarua namazin, më thiri profeti sallallahu alaihi wasallam. Tani profeti do e mësonte. Por thot nuk kam parë mësues më të mirë se saj, as para tij dhe as mas tij. Thot nuk më foli ashpër, nuk më goditi, nuk më shau, nuk më ofendoi. Kështu që kur mësojmë njëri të paditur, duhet jemi të butë. Kur gabon një njeri i paditur ose fillestar në fe, duhet që ta trajtojmë çështjen e tij me delikatesë, me butësi, ta mësojmë me të mirë dhe me të butë, jo me të ashpër. Profeti sallallahu alaihi wasallam thirrjen e bonte të butë, këshillën e bonte të butë, dinte t'i afronte njerëzit, dinte se si t'i mësonte të paditurit. Edhe ky është një mësim për thirrësit në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, për ata që u mësojnë fenë njerëzve, për ata që kanë të bëjnë me fillestarët në fe dhe gjithë në trevat tona, kemi të bëjmë me njerëz të paditur, kemi të bëjmë me fillestarë në fe, duhet ta kemi parasysh këta. Megjithatë profeti sallallahu alaihi wasallam e këshilloi dhe e mësoi, i tha inna hadhihi as-salat la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas. إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. Në namaz nuk bën që të flasësh. Se namazi është për madhurimin e Allahut, me tasbih, me tekbir, Allahu Akbar dhe këndimin e Kuranit. Pra, ato që thuhen në namaz janë të caktuara. Këndimi i Kuranit, tekbiri, tesbihun, ruku dhe në sejdë, lutjet janë të caktuara. Kështu që nuk bën me fol në namaz. Ky u qetësu, edhe filloi ta pyeste profetin sallallahu alaihi wasallam, i tha ja Rasulullah, inni hadithu al-ahdi bil jahiliya wa qad jaa Allahu bil Islam. Wa inna minna unasan ya'tuna al-kuhan, qala fala ta'tihim.
Edhe filloi ta pyeste profetin sallallahu alaihi wasallam për disa çështje. I tha i dërguar Allahut, unë sa kam dalë nga xahilijeti. Xahilijeti ishte periudha para pranimit të Islamit, periudha e padijes, kur njerëzit nuk njihnin besimin në një Zot, nuk adhuronin Allahun vetëm, kishte besime të kota, besonin prallat. Kishte gjuna, kishte vese të ulta, kishte punë të këqija. Ajo është periudha e padijes. Dhe njerëzit që para pranimit të Islamit janë padije. Prandaj thotë unë sa kam dalë nga gjendja e padijes. Allahu ka sjellë Islamin, dritën e Zotit, dijen nga Allahu i lartësuar. Po ka njerëz në mesin ton, pra në fisin tim, ndoshta më thonë ai, që shkojnë tek fallxhorët, që i pyesin ata për fatin, për të ardhmen e kështu me radhë. Sa profeti sallallahu alaihi wasallam, mos shkoni tek fallxhorët. Mos shko. Mos i pyet ata. Pra nuk lejohet me pyet fallxhorët. Pastaj për pyetjen tjetër, i tha ja Rasulullah, wa inna minna unasan yatatayyarun. Ka edhe në mesin ton njerëz që bëhen pesimist me oguret, me shenja që i quajnë ogurzeza. Për shembull, ka njerëz që bëhen pesimist me një ditë ose një muaj. Dita e martë, po të bësh diçka ditën e martë, nisesh një udhtim apo lidhje martese kështu, apo dita e mërkurë del ters. Del për keq. Ndjell keq kjo. Ose për shembull thonë për muajin shkurt, ose për periudhën mes dy barameve, ose kur të kalon macja e zezë në rrugë, ose kur thyet pasqyra, kur ka besime të tilla të shumta edhe në vendin tonë. Të shumë përhapura kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë përhapura. Se njerëzit që nuk besojnë Allahun, s'besojnë profetin, ose që nuk e njohin besimin e pastër, janë shumë të dhënë mas këtyre gjërave. Do të vërejë se si, domethënë momentet ka venden se si hedhin orizin, shpërndajnë orizin kur marrin nusen apo derdhin raki. Rakia domethënë është vera, pije deze që bëhet nga rrushi. Lloj gjërash. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, ndonjëri mund të parandjej diçka nga ato që njerëzit i quajnë ogure të zeza. Por mos u zmbraps nga veprimi. Pra, nëse domethënë të lind një ndjenjë, një parandjej nga këto oguret, mos e përfill fare. Po vazhdo në drejtimin tënd. Mos u zmbraps. Mos pyet. Mbështetet tek Allahu vazhdo. Ky është kuptimi i fjalës profetit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj bëri pyetjen tjetër, tha ja Rasulullah, wa minna unasun yakhutun. Thojë Allahut, ka dhe në mesin ton njerëz që bëjnë vizë në rër, në tokë. Bëjnë vizë. Duke pretenduar se në këtë mënyrë mund të zbulojnë diçka të fshehtë, diçka që do të ndodhë në të ardhmen. Profeti sallallahu alaihi wasallam ja tregoi se ku e kishte origjinën kjo viza në rër, po që njerëzit pastaj e keq përdornin. I tha qad kana nabiyyu min al-anbiya'i yakhuttu faman wafaqa khattahu khatta fadhaka. I tha ka qenë një profet që bënte vizë në rër. Dhe kur bënte vizën në rër, Allahu ja zbulonte diçka të fshehtë. Ky është kuptimi i hadithit. Se Allahu i lartësuar ka zbuluar profetëve disa gjëra të fshehta të ghaibit. Dhe profeti jon ka treguar disa gjëra që do të ndodhin në të ardhmen. Ai kishte një mjet, një mënyrë, ja kishte dhënë Allahu. Se po të bënte vizën, Allahu ja tregonte diçka. Prandaj tha profeti sallallahu alaihi wasallam, kush arrin ta bëj vizën aty ku e ka bë ky profet, mundet. Po a ka mundësi që njeriu të arrijë ta bëj vizën aty ku e ka bërë ky profet? Përgjigjja është e pamundur. Kështu që është e pamundur që njerëzit të arrijnë të parashikojnë të ardhmen apo të zbulojnë diçka të fshehtë që do të ndodhë në të ardhmen përmes vizës në rër. Kjo është besim i kotë. Kjo është e kotë. Profeti pra i tregoi se ku i kishte origjinën dhe se si njerëzit e keq përdornin këtë mënyrë. Unë kisha një skllave.
një robresh që mëruan të baktit pranë kodrës së Uhudit, qibala Uhudin wal Jawania. E thot njerë shkova me pa gjendjen e baktive. Dhe vura re që ujku ja kishte ngrënë një bakti. Edhe unë e vrikosa, thot shumë. Edhe ja dhash një shuplak në fytyrë. I gjujti në fytyrë. Mirë pastaj u mendua, tham, kam bo faj. Edhe shkova ke profetit sallallahu alaihi wasallam dhe i thash, o dërguar Allahut, si njeri që jam, unë e vrikosa shumë. Edhe i rash një shuplak. Qale fa'azzama dhalika alayya. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, ma quajti gjunah të rënd. Se i kishe rënd robreshës. Aq tepër që ai s'kishe faj. Kishe rënd ujkun tuf, i kishe marrë një bakti, kishe shku. Thash, ja Rasulullah, efela a'tiquha, thash, oj dërguar Allahut, ata liroj? Pa i liroj për hirë Zotit, që Allahut ma shlyj këtë mëkat që kam bërë. I tha profeti sallallahu alaihi wasallam, ma sill këtu. Thotë çova ke profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe e pyeti profeti sallallahu alaihi wasallam, "Ejna Allah?" Ku është Allahu? Qalet fi s-sama. Ajo tha, Allahu është lart mbi qiell. Qale faman ana? I tha, po unë kush jam? I tha, ti je i dërguar e Allahut. I tha profeti sallallahu alaihi wasallam pronarit sar Muawijes. I tha, i'tiqha fa innaha mu'mina. I tha, liroje se kjo është besimtare. Këtë hadith të gjatë e solla për këtë pjesën e fundit, ku profeti e pyeti këtë robreshën. A kjo ishe fillestare në fe? Madje profeti nuk e dinte nëse ishe besimtare. I tha, ku është Allahu? E tha, lart mbi qiell. Këtë pyetje po t'u bërë disa hoxhallarëve që kanë besim të keq, janë rrugën e kelamistëve, rrugën e esharive, maturidive, e këtyre që janë përparësi logjikës, edhe keq shpjegojnë tekste, citate të shariatit. Po t'u bërë këtë, ku është Allahu? Tronditen. Ne vrikosëm, si e bën këtë pyetje ti për Allahun? Si mund të pyetësh ti ku është Allahu? Se sipas tyre Allahu është kudo. Ose sipas tyre Allahu nuk është as mbrenda krijesave, as jashtë tyre, pra, që është Zoti na rrit, është mohim për ekzistencën e Allahut. Po ata nuk e pranojnë që Zoti nuk ekziston, pranojnë, ne nuk i quajmë qafira, amo fjalët e tyre janë kufër. Zoti është kudo, ka dhe vendet pista. Ka dhe idhuj, ka dhe kish, pse tha aty është Zoti? Por shiko çfarë besimesh të këqija kanë xehmijet dhe ato sektet e këqija që kanë dalë për ty. Kurse në Kur'an Allahu i lartësuar ka përmendur emrin El Ali. El Ali i lartë, domethënë ai atij përket lartësia absolute. Ai është me gjitha krijesat. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa, i gjithëmëshirshmi, është ngritur lart mbi arsh. Istawa, të gjithë dietarët e selefëve e kanë shpjeguar me kuptimin irtafa, është ngritur lart mbi arsh. E therën e ka sjellë Ishaq ibn Rahawayh në musnedin e tij, që është një dietar i madh i sunetit në kohën e Imam Ahmedit, bashkosi Imam Ahmedit dhe shoku i tij. Edhe nga Mujahid transmetohet që me senet saktë që është me kuptimin ala, domethënë është lartësuar mbi arsh. Hadithet e profetit, siç është ky hadith, shumë hadithe të tjera, ixhma i selefëve, logjika e pastër, natyra e pastër. Domethënë ky hadith tregon që kjo vajzë kishte të natyrshëm besimin që Allah është lart mbi qiell. Është lart. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam e aprovoi besimin e saj. Këto ka dhe njerëz që thonë, kupton, të çështjen e lartësimit të Allahut mbi krijesat nuk duhet ta përmendër, se nuk e kuptojnë njerëzit, to janë hollësirat e cilësive, edhe kjo është qasje e gabuar. Çështja e lartësimit të Allahut mbi krijesat është shumë e qartë. Është çështje themelore. Është shumë e thjeshtë. E kupton dhe fëmia, e di dhe fëmia. Edhe i padituri, edhe fillestari në fe.
Dhe përderisa profeti ja ka bërë këtë pyetje një fillestare në fe, kur ngjosh ndonjë hoxh apo ndonjë xhamat me metodë gabuar që thonë mos flisni për çështjen e lartësimit mbi Allah, mbi Arsh, mos e ngrini këtë çështje, mos bëni pyetje njerëzve për këtë çështje, dije se janë kundërshtim me rrugën e profetit. Ka çështje që lidhen me cilësitë e Zotit, me kaderin e Allahut, që janë shumë të hollësishme, dhe ato trajtohen vetëm mes dietarëve, mes studiuesve, mes hoxhallarëve, mes kërkuesve të diturisë, se masa nuk e kupton. Po kjo çështje është themelore, është shumë e qartë, shumë e thjeshtë. Kur bien sejdë, çdo musliman thot Subhana Rabbiyal A'la, i dlir nga tmetat dhe mangësitë. I madhëruar dhe i lartësuar është Zoti im më i larti. El A'la, çfarë do thot? Më i larti. Pra Allahu është lart, ai është më i larti, ai mbi të gjitha krijesat. Ka më qartë se kaq? Kështu që do të thosh për të ardhur keq në shekujt e fundit besimi që Allahu është kudo, gjithkund, ose besimi që Allahu nuk është as mrena krijesave, as jashtë tyre, as i bashkuar me krijesat, as i ndarë prej tyre, këto besimet këqija që i ceka dhe pak më përpara u përhapën ke një pjesë e madhe hoxhallarëve, madje kanë qenë mbi zotëruese ke shkollat e mendimit fetar. Përveç një pakice. Pastaj desh Allahu që filloi të përhapet besimi i sunetit dhe ti kthehen njerëzit hadith, Kuranit dhe hadithit dhe ixhmait të selefit. Domethënë shekujt e fundit një pjesë i lexonin hadithet Buhariu dhe Muslimin vetëm për bereqet, për marsi, jo për të kuptuar fen. Për të kuptuar fen dhe çështjet e besimit u referoheshin librave të kelamistëve, të cilët kishin përparësi logjikën. Dhe çfarë logjike? Logjikën e shtrembruar që e ka burimi ke filozofia greke. Allahu na ruajt. Kështu që kur të dëgjosh dikë që nuk e pranon këtë lloj pyetje, ku është Allahu? Që i bëhet fillestari, i bëhet dhe mësi fëmijës, ja mëson ku është Allahu, do të është lart në qej. Nuk pranon që të bëhet kjo pyetje, është kundër kësaj pyetje, irritohet po të bësh këtë pyetje, dije se ajo bidatçi. Është tregues shumë i qartë. Allahu shpëlef të mira, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.